Brikena, dua thjesht të të tregoj diçka nga zemra ime, pa filtra, pa paragjykime, pa frikë. Sepse kjo që po ndjej është shumë e pastër dhe shumë e vërtet. Unë jam shumë e gëzuar, ndoshta më shumë se që kam qenë ndonjëherë. Është një gëzim që nuk ka nevojë për shpjegim, një ndjenjë që të mbush nga brenda dhe të bën të buzëqeshësh pa arsye. Dhe për herë të parë, nuk po e paragjykoj dashurinë time. Nuk po e analizoj tepër, nuk po e friksoj veten me po sikur, thjesht po e jetoj. Dashurinë time e kam në finale dhe unë i bëj tifo vetes. Kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme që kam mësuar, të jem në anën time. Sepse në fund të ditës, nëse unë nuk besoj tek ajo që ndjej, askush tjetër nuk mund ta bëj për mua. Dhe di çfarë është më e bukura? Për mua është njësoj sikur të jem vetë në atë vend, përderisa Mateo është aty. Është një lidhje që shkon përtej pranisë fizike. Nuk ka rëndësi distanca, nuk ka rëndësi koha, sepse ndjenja është aty, e fortë e gjallë. Ka diçka shumë të veçantë kur e ndjen që një person është i yti, pa e zotëruar, pa e kufizuar, thjesht sepse e ndjen. Dhe unë kështu ndihem për të. Nuk është diçka që mund ta shpjegoj me logjik, por është diçka që zemra ime e di shumë mirë. Nuk kam dashur të bëj zhurmë, nuk kam dashur ta tregoj këtë histori kudo. Kam dashur thjesht ta ndaj me ty, Brikena. Sepse ndonjëherë kemi nevojë për një person që na kupton pa shumë fjalë, dhe unë e ndjeva që duhet të ta them. Ndoshta nga jashtë duket si një histori e thjeshtë, dy njerëz që janë njohur, që janë afruar, që po ndërtojnë diçka. Por për mua është shumë më tepër. Është një ndjenjë që më ka ndryshuar mënyrën si e shoh jetën, si e shoh veten, si e shoh dashurinë. Sepse për herë të parë nuk po mundohem të jem dikush tjetër, nuk po mundohem të përshtatem. Jam thjesht unë, dhe kjo mjafton. Dhe fakti që ai më pranon kështu siç jam, më jep një qetësi që nuk e kam ndjerë më parë. Unë jam këtu, duke besuar, duke mos e paragjykuar këtë që po ndodh, duke mos e friksuar veten me mendime të kota, sepse ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin kur thjesht i lë të ndodhin. Dhe unë po e lë këtë dashuri të rritet, po e lë të marr formën e saj, pa e detyruar, pa e shtyr. Thjesht po e jetoj çdo moment, çdo emocion, çdo ndjesi. Në fund të fundit, çfarë është dashuria nëse jo kjo? Të ndihesh mirë, të ndihesh i plot, të ndihesh i lumtur, pa pasur nevojë për shumë arsye. Dhe unë jam pikërisht aty, e lumtur, e qetë dhe plot shpresë.